Marja ka lind bashkë me shqiptarin. Unë jo Marta dhe që kjo është menimi jam. Type po vjen Marë mi ju thona më qashtu është. Marja, kjo tradit që po kalon brez pas brezi, në Kosovë prezent çdo të dytin hap, që jo çdo të dytin, çdo të parin që aty e ki. Edhe pse ka njëherë se dim pse, po thjesht është që aty. Na nuk e shohim vetëm pa to. Na nuk mujna mu shty as me to. E kemi provu miq, por jemi zhgënjy total. Po bre, Marja mundet edhe më të myt ka njëherë, se ti e në gjendje dhe krejt rrogën me harxhu, veç mës me dale me thon, s'pas ka blej sen. E çuto miq, është ai seni kur ti e kupton që te edhe Marja jeni sikur dy njerëz që duheni shumë, por jeni shumë re toksik për njëri tjetrin. E Mare mbi Mare, o edhe me gjet musafiri pa fshi. Valla çto Mare në hajnë veç gratë. Përbis çto burrat prap fitoj. Amo pret, se ju burrat e keni një Mare pak më interesant. Për shembull, më po dikush të kajt, edhe me një halo ma keq. Është turp në shoshnin kosovare, me po edhe me të një kush, djali burr me kajt, blidhi mend. Po mos harroni se Marja s'është veç që kaq. Ka dhe forma tjera. Për shembull, dela i tipi në park edhe bën një kodër me fara dhe me përllag. Çdo i shkon mirë më kuq, që si Mare po dojnë ana. Edhe kështu, Marja mbetet gjithmonë çaty, si një shok i vjetër që nuk largohet kur. Pra, Marja është një mekanizëm mbrojtës shoqëror që ka lind për më na siguru që na me qenë të pranueshëm prej shumicës.